Flokt. Po, e bëra një. Të kthejna edhe një herë kënejt shoset shumë a mirë. Bukur po të rinë shumë. I gëzofsh. Shumë faleminderit. Mirë, çfarë do flasim sot? Sot nuk kemi lajme dhe shumë të mira pasi këto ditët e fundit, në fakt para 2 ditësh, është raportuar në polici një vet aksident i cili ka ndodhur prej një veture e cila ishte duke ardhur në drejtim të qytetit të Ferizajt, por për shkak të një defekti në timon, siç e ka potencuar shoferi i veturës, ajo është rrokullisur në lumjen e rodime dhe me çras është fundosur tërësisht vetura, por fatmirësisht shoferi ka arrit të dalë nga vetura dhe të shpëtoj jetën e tij. Policia dje ka konfirmuar se kjo veturë është me targa vendore dhe shoferi i kësaj veture i takon moshës 65 vjeçare, ndërkaq rrethonat se si ka ndodhur nuk janë bërë të ditura, pasi në fakt edhe dje gjatë ditës është intervistuar edhe vozitësi i kësaj veture për të kuptuar se si ka rrjedhë e gjithë ngjarja. Policia gjithashtu ka theksuar se ky rast nuk është raportuar menjëherë kur ka ndodhur pra në polici, por policia ka kuptuar këtë informacion përmes rrjeteve socialeve dhe përmes mediave më konkretisht. Ndërkaq jo gjendje e mirë përveç komunikacionit, nuk e kemi gjendje të mirë edhe për sa i përket ujit të pijes, pasi qyteti i Ferizajt për më shumë se 24 orë, më konkretisht rreth 38 orë, ka qëndruar pa ujë të pishëm, pra duke përfshirë qytetin dhe fshatrat të cilat tashmë i kanë këto probleme të theksuara nga muaji në muaj dhe që të njëjtit kanë probleme të vazhdueshme me sigurimin e ujit të pishëm. Si pasojë kujt vije mungesa e ujit të pishëm në qytetin e Ferizajt? Kompania Pifurkacioni ka konfirmuar kështu duke edhe i paralajmëruar gjithë qytetarët për t'i vënë në dieni se do të kemi mungesë të ujit të pishëm. Kjo sipas tyre ka ardhur për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut, të cilat e kanë bërë turbicitetin e ujit, e kanë ndryshuar rrjedhën dhe me këtë rast është bllokuar edhe ujëmbledhësi, çka shkakton edhe mos furnizim të mjaftueshëm dhe maksimal me ujin e pijes. Mirë, Gjelesa, faleminderit shumë për këto informacione, të uroj një fundjavë të mirë. Faleminderit shumë Gonxha, gjithashtu edhe juve.